Pra, Arkendi, me 5.200 vota më shumë se Edi Rama, në këto zgjedhje krahasuar me 2021-shin, ishte i punësuari i Nisatelit. Prej majt të vitit 2018, ortaki vetëm i Nisatel është shtetasi Sadrit Danaj, një personazh i denoncuar në mënyrë të përsëritur nga Partia Demokratike për kryerje veprash penale, në kohë kur ai u emërua kryetar qarku në Vlorë nga Edi Rama. Sadriti është vllau i Nexhmedinit dhe Vexhi Danaj. Nexhmedin Danaj, pas një hetimi 5 vjeçar të antimafjes italiane, është akuzuar për trafik ndërkombëtar droge në bashkëpunim me shtetasin Elvis Doçi, apo Visi i Pojës. Pra, Danajt janë pjesë kryesore e kartelit Troplini. Nexhmedinit i janë sekuestruar disa kompani përfshirë dhe televizionin kablor Vlora Cable. Kjo kompani, ditën e bërjes publike të masave të arrestit, ka kaluar, nuk preket, ka kaluar në pronësi të vllaut tjetër Vexhi Danaj. Në pronësi të këtij shtetasi, Vexhiut, janë dhe 2 kompani të tjera të cilat nuk janë bërë publike deri më sot. 1. Kompania 2B&U, kompania themeluar me vitin 2017, të cilës Këshilli Kombëtar i Territorit i ka miratuar një leje ndërtimi në radhim në dhjetor të vitit 2024. Pra, në radhim lante parat e krimit karteli Troplini. Leje zhvillimi për subjektin struktur polifunksionale me 2 korpuse me funksion banim, hotel dhe shërbime, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kate mi tokë dhe 2 kate nën tokë. Katet se keni parasysh i përshtatet radhimës, si mas radhim, me reliefet e radhimës e përshtatet Edi Rama. Vendodhje në radhim me subjekt zhvillues shoqërinë 2 BNU kompani SHPK. Dhe kompania e dytë Gerard Krom, e cila është pajisur me leje shfrytëzimi nga Damian Gjiknuri për nxjerrje minerali krom në bashkinë Klos. Asnjëra nga këto kompani nuk është vendosur në sekuestre, pavarësisht se janë të klanit, janë të kartelit të drogës, pra janë të amnistuara nga Altin Troplini. I punësuari Altin Troplini, i punësuari Arkend Balla në këto kompani, si që shifni, nuk është pra rastësisht deputeti më i votuar, por është deputeti, sepse është deputeti më i investuar i klanit Troplini. Këtu, dhe njëherë, denoncoj me forcën më të madhe kartelet e drogës dhe implikimet e tyre në ndrejtimin e Edi Ramës në zgjedhjet në farsën elektorale të 11 majit.
deklaroj dhe njëherë se rezultati këtyre zgjedhjeve të bazuar në krimin, drogën dhe farsën nuk do njihet kurrë. Denoncoj përsëri njoftimin që i bëri paraprakisht klanit Troplini për t'u larguar njeriu që mbajti në xhep për 20 ditë urdhër arrestin ndërkombëtar të tyre të firmosur nga gjykatësi dhe që pranoi të ndryshojë dhe mbiemrin e të quhet jo më Duman, por Troplin, Altin Dumanin.